Mjedisit e Kura e Bunës vazhdon të ndotet nga mbeturinat, sidomos në zonën që lidhet me rrugën e Shirokës. Nën kolonat e urës, mjedisin gjanë si një pellg mbetjesh ku mbeturinat hidhen pa menduar për pasojat që ato shkaktojnë. Qytetarët pohojnë se është e rëndësishme që të tregojmë më shumë kujdes vetë ne në radhë të parë, që të mos hedhin mbeturina në çdo vend, pasi mjedisi është i rëndësishëm për të gjithë, duke përfshirë edhe urën në gjithë qatësinë e saj. Duhet më ndonjë por janë njerëzit kush i hedh ato pas të tjerë? Ne hedhim. Duhet me kemë net në të gjeshëm. E koshin një aty, shkani i hedh në tokë. Kush e ka fajin to? Në rgjegja njerëzit, që kua unë qohë se e hedh e bëhet beturina. Me kenë me kulturë, i hedh në kosh ama e punë. Nuk ka nevojë me pastru kosh. A kupten? Qohë se hanë një banone, e hedh në kosh. Qohë se hanë një letër që e ke në dorë, nuk i hedh në tokë. Unë për në ndelen, unë tonë që kam që konsulmaj në te puna, tonë i hedh në kosh. Për vetin te me flasë për peshkimin, unë për në peshkator, tonë që konsulmohen te puna jeme, aty me zëtnin përnorën që kam, tonë i qaj, i hedh në kosh. Që me folë më gjatës, jena pa ndërgjeshim. Përveç kujdesit që kërkohet për të mbajtur mjedisin të pastor në këtë zonë mjaft të frekuentuar nga qytetarët e Shkodrës për të kaluar kohën e lirë, është e nevojshme të ndërhyet edhe për të kryer riparime në trasenë e urës, pasi disa segmente të saj kanë filluar të dëmtohen dhe kthehen në një rrezik aksidentesh për kalimtarët.